Përshëndetje, jemi me testin e radhës, pyetja e parë. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë? Duhet me shpejtësi të rritur të lëviz pranë autobusit. Pasakt, duhet të ndalem prapa autobusit derisa bëhet dalja dhe hyrja e udhëtarëve. E pasakt, në këmsur që dalim përpara dhe prapa autobusit dhe mund të kalojnë rrugën. E sakt, çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Do të vazhdoj lëvizjen para veturës së kuqe. E pasakt, do të japë parësi kalimi veturës së kuqe. E sakt, në shenjen rruga me përparësi kalimi. E pa sakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Do të përdorit pajisjet akustike të zërit, burin. E pa sakt, duhet të ndalem në vend të vëzhgoj sjelljen e kafshëve. E pa sakt, do të rris kujdesin në rast nevoje do të ndali veturën. E sakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Me lejohet lëvizja majtas. E pasakt, rruga është e lirë, do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur. E pasakt, me lejohet lëvizja drejt dhe djathtas. E sakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Qaf mali, e pasakt, në afërsi të rreth rrotullimit në përshtatje të shpejtësisë. E sakt, shpejtësinë minimale të lëvizjes. E pa sakt. Shenja e trafikut paralajmëron afërsinë e kthesës së rrezikshme majtas. E pasakt. Shenja e trafikut paralajmëron ngushtimin e rrugës nga ana e majt. E pasakt. Cila shenjë paralajmëron afërsinë e vendit ku bankina e rrugës është e paqëndrueshme? E para, e pasakt, e dyta, e sakt, e treta, e pasakt. Shenja e trafikut tregon ndalim trafiku për të gjitha mjetet me veprim motorik. E sakt. Shenja e trafikut tregon anashkalimin nga ana e djathtë. E sakt. Shenja e trafikut tregon vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar. E sakt. Shenja e trafikut tregon mbarimin e autostradës. E sakt. Shenja e trafikut tregon ndalim trafiku për biçiklistë. E pasakt. Shenja e trafikut paralajmëron pjesën e rrugës ku ndalohet lëvizja e këmbësorëve. E pasakt. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Lëvizjen në shëritin 3 dhe 4 e kam të lejuar. E pasakt. Unë jam i obliguar nga shëriti 2 të kaloj në shëritin 1. E sakt. Unë mund të shfrytëzoj cilin do shërit për lëvizje. E pasakt. Si do të veproni kur ju te i kalon përballë kalon mjeti si në foto? Duhet të vazhdoj lëvizje me shpejtësi të rritur që mos të pengoj automjetin. E pasakt. Duhet të ndez të gjithë rregusit e drejtimit. E pasakt. Duhet të skanjohem në skajin e rrugës dhe do të ndalem. E sakt. Çfarë paraqet vija dyfisht e kombinuar? Lejon te kalimin nga dy anët. E pasakt. Lejon te kalimin nga ana ku shtrihet vija gjatësore e ndërprerë. E sakt. Vendin ku ngushtohet rruga. E pasakt. Shoferit i lejohet të ndalë veturën në vend kalim të këmbësorëve për arsye të bllokadës në trafik. E pasakt. Do t'ja mundsoj kalimin e rrugës personit të verbër, i cili mban shkopin e bardhë jashtë vend kalimit për këmbësor. E sakt. Nëse nuk pengohet trafiku, shoferit të veturës i lejohet rritja e shpejtësisë derisa jeni duke e tejkaluar. E pasakt. Fëmia deri 3 vjeç të bartet në veturë vetëm deri te çerdhja e fëmijëve. E pasakt.
Shpejtësia më e madhe në rrugën nacionale jashtë vendbanimit me dyshirita për një kah të lëvizjes me ndarje fizike është 80 km/orë e pasakt. Në këtë kryqëzim, unë lëviz pas këmsorit e sakt. Në këtë kryqëzim, vetura e verdhë lëviz e para e pasakt. Në këtë kryqëzim, vetura e kaltër lëviz e fundit e sakt. Në këtë kryqëzim me lejohet lëvizja pa ndalur drejt ose majtas drejt ose majtas e pa sakt. Medikamentet të cilat nuk lejohen të konsumohen para dhe gjatë ngasjes së mjetit ndikojnë pozitivisht e pa sakt. Shtypja e ulët e ajrit në pneumatik rrit shpenzimet e karburantit e sakt. Distanca e sigurisë e vogël është paraqitur në figurë e sakt. Alkooli gjatë ngasjes nxit dëshirën për shpejtësi të madhe e sakt. Shohim rezultatin e testit. Ja dhe rezultati i testit.